Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, jashtë çfarë shkakton kafja turke në trupin tuaj, do ngeleni pa fjalë. Kafja turke është një ndër pijet e cila konsumohet dhe pëlqehet në shumë vende të botës. Kokrat e kafes janë të kultivuara më së shumti në Amerikën Latine, në Azinë jugperëndimore dhe në Afrikë. Një filxhan kafe turke mund të sjellë dridhje duarsh dhe ankth tek ata të cilët nuk janë mësuar të pinë. Nga ana tjetër, kjo kafe është tepër e shëndetshme në qoftë se konsumohet me mas, të paktën 2 filxhan në ditë. Disa përfitime të tjera shëndetësore të pirjes së kafes turke janë vigjilenca dhe përqendrimi. Shpesh kemi parë studentë që një natë para provimit të konsumojnë kafe turke. Edhe pse nuk është aq e fortë sa disa lloje të tjera kafeje, ajo është mjaft e fortë për ta na mbajtur zgjuar dhe të përqendruar në punën tonë. Kafeina të cilën e përmban kafeja është stimuluesi i njohur i trurit, ku rrit vigjilencën, rrit vëmendjen dhe zgjuarsinë. Një filxhan kafeje në ditë gjithashtu mundet që të rrisë edhe nivelin e procesimit të informatave. Redukton rrezikun e sëmundjeve të gjirit. Sipas disa studimeve, pirja e më shumë se 4 filxhan kafe turke në ditë ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve të gjirit. Diabeti. Konsumimi i kafes është potencialisht proaktiv kundër zhvillimit të diabetit të tipit të 2 tek gratë në moshë të re dhe në ato në moshë mesatare. Sëmundja e Parkinsonit. Konsumimi i rregullt i kafes zvogëlon gjithashtu rrezikun e sëmundjes së Parkinsonit. Tashmë e dim që kafja ka vlera të pazëvendësueshme shëndetësore. Në këtë video ne kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e shumë sëmundjeve të trashëgueshme. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat do të përmirësonin shëndetin ton, por a e kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme? Në shtëpitë tona, kafja turke është një nga shoqërueset e përditshmërisë. Vetëm kur jemi në lëvizje duhet të mjaftohemi me kafen ekspres. Madje, askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zëvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E keni menduar ndonjëherë në qoftë se merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres, si edhe kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Ndryshimet mes kafe turke dhe asaj ekspres. Kafja turke është ajo e cila ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka vetëm një hap, bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zjerrja e tyre. Ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes piqen më gjatë dhe më pas ato shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës, të cilat më pas kthehen në kafen ekspres. Më pas, përgatitja në makinetat e ekspresit bën të mundur largimin e 2 mineraleve të cilët ndodhen tek kafeja, kafestoli dhe kaoliani. 2 minerale yndyrore të cilat gjenden tek bima e kafes, të cilat janë po aq të rëndësishme sa edhe antioksidantët. Kush nuk duhet të konsumojë kafe turke? Për njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë apo që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto 2 minerale janë vërtet të dëmshme. Studimeve të fundit është vërtetuar se këto 2 substanca për personat të cilët vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve dhe gjithashtu duke përkeqësuar shëndetin e zemrës pasi ajo nuk furnizohet me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona
rrit të dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%, duke qenë se kafja turke përmban 7,2 mg të kafestolit dhe 5,4 të kaolianit, ndërkohë që kafja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një e dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit të cilët vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafja turke nuk përbën as edhe një rrezik. Është e vërtet që pirja e kafes ka benefitet e saj, me sa duket po, një lajm i mirë vjen për të gjithë të apasionuarit e kafes që mund të vazhdojnë dhe të pinë qetësisht kafe duke përfituar të mirat e saj. Mirë po natyrisht nuk duhet që të egzagerohet me kafen. Gjithsesi, kur në mëngjes ju do të ndjeni të lodhur dhe njëkohësisht të përgjumur, një filxhan kafe përveç se do t'ju zgjoj, do t'ju dhuroj dhe disa të mira për organizmin tuaj. Le të zbulojmë atëherë se kush janë të mirat që mund të marrim duke pirë kafe. Të pish kafe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve. Nga një studim i ardhur nga disa kërkues të Harvardit është zbuluar që të pish 1 apo 3 kafe çdo ditë mund të ndihmojë në benefite për sëmundje të ndryshme. Kafeja redukton riskun e diabetit të tipit 2. I njëjti studim ka zbuluar se si risku për sëmundjen e Parkinsonit reduktohet deri në 80%, kështu si edhe risku ndaj sëmundjeve të zorrës së trash ulet me 25% dhe për femrat probabiliteti për të vuajtur nga sëmundjet e gjirit ulet me 40%. Të pish kafe të ndihmon të punosh më mirë. Të pish kafe përpara se të shkosh në punë apo në çfarëdo aktiviteti, në shtëpi apo në palestër, ndihmon për një performancë më të shkëlqyer. Kjo ndodh sepse kafeja lëshon endorfinë në organizmin ton brenda pak minutave. Efektet e endorfinës lejojnë trupin që ai të jetë më aktiv dhe të stimulojë një sens humori të pëlqyer për të optimizuar performancën tuaj fizike. Të pish kafe kontribon për një jetë akoma edhe më të gjatë. Sipas një studimi, është zbuluar gjithashtu se personat të cilët pinë kafe kanë probabilitet më shumë për një jetë më të gjatë se sa ata të cilët nuk konsumojnë fare kafe. Dhe kjo ndodh fal disa antioksidantëve natyral të cilët janë prezent tek kafeja. Të pish kafe ndihmon në aktivitetin e trurit. Të konsumosh kafe përveç të mbajturit të zgjuar mund t'ju bëjë edhe vigjilent. Kafeina, përbërësi kryesor i kafes, është gjithashtu një stimulues në sistemin nervor qendror, një substancë psikoaktive më e konsumuara sot në botë. Kjo ndodh pasi kafeina bllokon efektet e nervit transmetues, duke përmirësuar kapacitetin e trurit dhe duke përmirësuar humorin. Të pish kafe ndihmon në shëndetin e organizmit. A e dini që një filxhan kafe ka mbi 1 milion antioksidant? Antioksidantët të cilët ndodhen në kafeinë janë të rëndësishëm për shëndetin ton. Mund të ulin inflamacionet që shkaktohen nga artriti dhe gjithashtu lehtëson organizmin tuaj nga të gjitha toksinat e pranishme. Antioksidantët gjithashtu ndihmojnë edhe në neutralizimin e radikaleve të lira të cilat zakonisht çojnë në një rritje të peshës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.